pasiguria, transmeton në mënyrë indirekte atë pasiguri. Unë e kam vënë re edhe ke klinika, kur kam prindin aty ke koka dhe i thot, po nuk të ndjesh, po hape gëmë, domethënë ai edhe shikon, domethënë çfarë do më bëjnë tani, fëmijës duhet t'ia përcjellësh sa më normale. Do shkosh ke dentisti, si gjithë të tjerë, do bëjmë dhëmbin edhe kaq. Nuk duhet t'ia shtosh me këto tonacionet e zërit që her ulen, her ngrihen dhe ai dyzohet. Domethënë ai mendon tani që unë do shkoj, pa leku do më çojnë ta. Dhe kur vin ke unë, sepse ky muhabet është bërë që në shtëpi, në makinë, në rrugës, para përgatitur. Po, dhe kur vin tek unë, që unë e trajtoj si një gjë normale, ai e ka thithur në mendjen e vet që unë tani jam në rrezik dhe unë nuk do bëj asnjë gjë sot. Pavarësisht se ai nuk e di fare se ç'do bëj. Mund të jetë herë e parë, thjesht një vizitë, një kontroll. Mund unë mos bëj as edhe një gjë. Ai prapë e ka të ngulitur në mendje që unë nuk do ulem te ky poltron. Por në raste të tilla si veproni? Po, unë e lë fëmijën, nuk patjetër që nuk e ul me dhunë, sepse nuk do fitoj gjë. Përkundrazi do përkeqësoj situatën, thjesht i jap kohë fëmijës. I them prindin do ma sjellësh prap, do ta kërkoj vet fëmia që të vi ke dentisti. Normalisht i jam në një lavz, një sile lavz dhurat, domethënë këto gjërat që ai të vi përsëri ke unë. Por do durim nga prindi. Nuk duhet të heqin dorë me një herë. Do konsistencë. Që fëmia mësohet. Po, ai mund të vi prapë në dytë dhe mund të bëj po të njëjtin sjellje. Po prap do durim, do ta sjellësh prap. Ne nuk mërzitemi si dentist, domethënë ne këtë punë kemi derisa ta bindim dhe nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të bindësh një fëmijë që në fillim të bën atë distancën direkt, domethënë, por do shumë durim nga prindi. Dhe unë e kam vënë re dhe më vjen shumë keq për prindin që ndonjëherë nervozohen që se edhe ata vetë nuk e kanë kohën që të vinë 100 herë te dentisti. Por një sakrificë duhet bërë, sidomos në këto raste duhet bërë një sakrificë.